Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes nga kjo studio me të ftuarin tim të këtij mëngjesi. Është regjizori Ardit Sadiku. Mirëmëngjes Ardit, mirë se erdhe. Një film që pritet të promovohet nesër në kinemat shqiptare, Kinema Millennium në qytetin e Shkodrës, pret të promovojnë produktin e një regjizori shkodran, siç është Ardit Sadiku, në një film që prej shumë çka është shkodran, me kastin e aktorëve, me ambientet ku është, me zonën ku është regjistruar, por edhe me mesazhet që ai sjell, dhe jo vetëm për Shkodrën, por për mbar kohën në të cilën jetojmë, për mbar shoqërinë shqiptare. Takim në ajër. Është filmi që nesër në orën 18:30 do të shfaqet për herë të parë në Kinema Millennium. Ardit, për gëzime, si ndjehesh përpara promovimit të filmit tuaj? Ndihem mirë se ka një ëndër në fakt me bëj film shkodran, me kas shkodran, me vendgjërime shkodran, edhe më duket një ëndër e realizume të shqe, dhe me zish po pres premierën nesër që me shfaq dhe me atregu publikut për herë të parë. Dhe ne jem shumë emocionum se po e tregu publikut Shkodran, dhe me thënë është gjirun Shkodër dhe po i shfaqet prep Shkodrës. Diçka interesante, besoj që do të pritet me interes, por do desha të dija Takim në ajër. Një titull sa metaforik, aq edhe i prekshëm, një titull që të shtyn të gërmosh paksa. Ç'është Takim në ajër? Çfarë është trajton ky film? Pyetje shumë e mirë në fakt. Ma bajnë shumë këtë pyetje për titullin, se i duket so abstrakt, i duket edhe sikur jep shumë alternativa ky titull. Domethënë ky titull ka lind si një ide e medias, siç kontrollon edhe ajrin, nga valë transmetive, siç janë këtu në radio, televizioni etj. Edhe kam dash me tregu fuqinë e medias në shoqërinë tonë, se si ndikon kjo media te të rinjt, si ndikon te moshat e mesme etj. Edhe ky personazh kryesor takohet me ajrin, e kam bën thojza ajri, por është me median. Po. Ndërkohë që një temë shumë e fuqishme, aktuale, tema e emigrimit është në qendër të filmit, apo jo? Emigrimi është në qendër të filmit, se shoh për ditë si shokët mi, si njerëz kur shoh edhe ankohen, edhe dojnë me ik. Najherë s'kan edhe arsye pse dojnë me ik, edhe mendoj që është një përsëritje, një përsëritje që bajnë dhe për ditë në jetën e tyre të përditshme. Edhe mendoj që edhe përsëritja është shumë e keqe edhe për trunin, sepse fillon të bëhet pjesë e jetës përsëritja, edhe ti kur si e koshient fillon e thut njëjta gjana. Edhe këtë kam trajtuar te filmi, domethënë për përsëritjen, siç bën edhe media bën të njëjtën gjë, përsëritje. Kur është për herë 3-4 nuk bën më përshtypje pse se ke fut në sistem edhe tash bëhet pjesë. Asi të shkarkosh një program që është fut në sistem, edhe kur ti se ke mendjen te ai program, ti vazhdon të mendu. Ndërkohë do desha të dija, ju thatë që ka qenë një ëndër e imja për të realizuar një film. Pati një indicje, pati një shkëndi, nisja e punës për këtë film. Si lindi ideja pikërisht për këtë temë, për këtë film, për projektin tënd? Ka një diçka shumë urgjente, sepse kjo tema e emigrimit më duk diçka urgjente për me fol, sepse është vetë një problem social mallor që shoh në Republikë. Edhe kjo mbani që me lën projekte tjera që kisha në mendje, edhe me vazhdu me këtë, me marru domethënë. Si projekt ka goxhat domethënë, por që indicia kryesore ka kanë njerëzit që nuk kanë za dhe mund të flasin dikush për ta. Në fakt, me sa di, ju keni patur parasysh ngjarje dhe njerëz real. Mund të dim diçka më shumë? Kanë fakt njerëz që edhe unë i njeh, pashka që këto nuk kanë luajtur në film, kanë marrë aktorë me lit rolet e tyre, por kanë piknisje e personazheve, disa njerëz që unë njeh në jetë reale. Edhe kam pas edhe shumë thjesht procesin e skenarit, të i njoh këta njerëz, të i njoh objektivat e këtyre njerëzve në jetë, ma ka bë punën me skenar shumë thjesht. Kam fut stereotipe të Shkodrës, si personazhe pozitiva ashtu edhe personazhe negativa. Edhe shumë njerëz të në Shkodër kanë me gjetë ndoshta njerëz që njohin, mund t'i shohin film edhe
kanë me thonë mos është referua aty, po janë thjesht stereotipe Shkodrës që unë i kam futur si personazhe të filmit. Në fakt ka qenë një proces që kalon nga idea, ju e keni shkruar vetë skenarin. Po, kam shkruar Keni vetë. patur vështirësi në realizimin e shumë anëve, sepse skenari një filmi është i veçantë. Çuditërisht skenari ka qenë më i thjeshtë gjatë procesit. Puna më e vështirë ka qenë gjetja e aktorëve. Aty e kam pas komplet punën më e vështirë të filmit. Vetëm me gjetë aktorët dhe rolet e përshtatshme për këtë personazhe që i kam shkruar. Kurse skenari ka zgjat rreth 2 javë më shkru 10 ditë. Shumë shpejt. Po, është shumë shpejt. Pasi ishte edhe projekti urgjent, edhe nisa në janar, e mbarova në janar e fillova direkt audicionin në shkurt. Si keni punuar për të gjetur pikërisht këto aktorë që i përshtaten personazheve tuaja? Interesant. Te qeverisore Arka kam bërë një thirrje për aktor të moshave të ndryshme me një përshkrim për çdo personazh. Edhe janë shfaqur shumë njerëz, ka pas shumë interes të madh, edhe ka zgjat rreth gati 2 muaj e gjys, derisa unë jam bind që këta janë rolet edhe i kam vendosur, si thush. Kam shku në shkolla, shumë shkolla fillore, se kam pas një rol suportues që ishte 6 vjeç. Goxha vështirë me gjetë, por e kam gjetë mas 200 intervistave ndoshta të fëmijëve. Bashka që i kishte shumë talentum, najherë edhe e ketë vështirë me dallu se janë 4-5 mirë, por duhesh me marrë vendim fundi që me vazhdu. Cilin 6 vjeçar keni tipizuar në filmin tuaj? Është si fëmijë të shkolla Branko Kadia, Auron Mimaj, edhe kur po bësha audicionin, po jepsha veprime këtyne lojna ndoshta si fëmijë që më pasi reagojnë përballë kameras, edhe momentin që erdhi Auroni, nuk po kuptosha që ai ishte për provë apo ishte e vërtetë ajo që po më thote. Edhe fakti që më bani me besu këtë fëmijë që po më thote, si po më shpjegonte situatën, që mendova që ky e fiton rolin në atë moment. Masandaj po është video të regjistruar me mrapa që e bana atë vendosjen e rolit më thjesht. Keni një farë kënaqësie që ju jeni drejtuar këtij fëmije, apo jo? Shumë kënaqësi, ka qenë vendimi më i mirë në karrierën time. Ndërkohë që edhe personazhet e tjerë të filmit janë aktorë që ju i keni zgjedhur. Aktorë që në jetën e përditshme janë nxënës, janë punonjës të sferave të ndryshme dhe ju i keni marrë. Sa e bukur dhe e vështirë ka qenë njëkohësisht, sepse të kesh personazh të një filmi, një aktor jo profesionist, është një punë goxha më e madhe. Shumë punë e madhe. Në fakt, personazhet që janë jo profesioniste, kanë një gjatë mirë sepse janë shumë real përballë kameras, por nuk kanë atë disiplinën e një aktorit profesionist, që ndoshta të vinë orar ose i bën 2-3 dubla, sa shumë dubla, se janë më koshient ndaj vetes, ndaj performancës, edhe ka qenë shumë e vështirë, por qysh në fillim këtij projekti kam dashur aktor që duken sa më real te kamera. Kam pas edhe aktor profesionist që kanë ardhur në audicion, por thjesht nuk janë përshtat rolit, pashka që ishin shumë të mirë si aktor, thjesht nuk janë përshtat në roleve që i dosha sa më natural, sa më original. Edhe i kam gjetë personazhet në bazë edhe të skenarit, që unë mas lodhem shumë që të krijoj një personazh për ta, por që t'jen ata personazhi, t'jen ato Blerimi, Drini ose Gzimi në këtë rastin e fëmijës vogël. Blerimi, Drini, Gzimi dhe natyrisht kasti tjetër i aktorëve formojnë atë ambient ku ngjarjet zhvillohen herë në përballje, herë në paralelën e shkuar bashkë në një jetë të përditshme, por që në fund të fundit ka një lloj këndvështrimi kundërpeshë ndaj njëri tjetrit. Dikush do të ikë me çdo kush, dikush do të qëndrojë duke shfrytzuar të gjitha mundësitë që ka këtu. Si keni realizuar pikërisht këto kundrapesha në personazhet tuaja mes subjektin e filmit? Po, në fakt, ka kanë objektivi kryesor që të kisha personazhe që përplasen njëri me tjetrin, si me ide, si me vendime që do në marrë një jetë, sepse Blerimi është një djalë që punon televizion edhe bën 4-5 punë, edhe bën shumë kompromise në jetë, që më dalë edhe jetesë me jetu. Ndërsa Drini është një person që i vetmi objektiv në jetë është me ik.
Po kjo me ik e bën edhe blerimin me mendu, mos ndoshta jam vonë, mos ndoshta dosh me ik edhe unë. Siç po ik i ri, 18 vjeçar sa është, me këto ëndra kaq të fortë, unë kam ndaj tani jetën këtu në televizion edhe kjo i jep shumë pyetje blerimit për jetën e vet. Dhe kjo bën shumë të bukur atë marrëdhënien e Blerinit me Drinin, sepse edhe pa shkak që Blerimi duket si më i dijshëm, se është më i rritën, vën pyetje ekzistencën e vet me pyetjet e Drinit edhe me bisedat e Drinit, pa shkak që është i ri në moshë. Me këtë dilemë natyrisht i drejtohesh një aktualiteti të përditshëm që kulmon shumë shpejt në jetën tonë. Sepse shoh edhe të rritun që dojnë me dojnë mos me i qu fëmijët jashtë shtetit. Dhe kem bën me menu që këta të rritun s'kan një kur jashtë shtetit edhe dojnë që atë dëshirë që kanë pas për vedi dojnë me ja dhënë fëmijës. Dhe kem duket e gabume. Ata të rritun a dosht me ik vetë, ma përpara se sa me ja dhënë këto përgjegjësit që si kanë bë vetë me ja kalu fëmijëve. Fëmijët e tyre duhet mu rritu me eduku këtu, nuk kam se mu qu jashtë, që jashtë kanë më sukses. Nuk mendoj që kanë më sukses, sepse transformimi menor është më i rëndësishëm se transformimi geografik. Ti mundesh me ik koda, po ti prap ke me ti. Thjesht rrethanat kanë më ndryshu. Edhe këtë kam trajtuar domethënë, sepse shoh shumë të rritën që ëndra aty në është fëmijët e tyre me shku jashtë, dhe kem duket shumë e gabume. Le të shohim Blerimin, Drinin në personazhet që ata realizojnë si aktor. Cilët aktor keni zgjedhur? Është Herton Meta në rolin e Blerimit. Ti thon me rol. Po, ky personazh është një nxënës, student. Personazhi i Blerimit, si thash, është edhe punonjësi i televizionit, ndërsa Drini, që është Todi Kasemi, është një student në shkollën e muzikës Prank Jakova, edhe studion violoncelin. Unë aty kam marru të mesmen për klarinet, edhe lidhet pak edhe me të kalumen teme, me i dhënë personazhit një instrument muzikor, të paktën me pak ma klasik edhe ma të nishëm si person ndoshta. Edhe ky pashka që e shet instrumentin për me i kja shtetit, mandaj këtë e zbulon audienca edhe në kinema. Natyrisht. Edhe Gzimi, që është një personazh që shkon klasë parë, Mira është motra e Blerimit, që i ka një personazh punon rroba qepsi, e ndihmon më shumë Blerimin. Keni gjetur një familje që është e thjeshtë, klas punëtor. Më pëlqen me tregu edhe klasin punëtor, sepse aty e shoh tamam Shqipninë e vërtet. Nuk ka Shqipnia e vërtet vetëm në lukse këtu aty. Më pëlqen këto vendet fshatnat me i pa, me i observu shumë se si jetojnë, sepse aty e shaf tamam Shqipnin, aty i shaf hallet, aty i shaf problemet. Ndërkohë edhe vendxhyrimet që ju keni realizuar filmin janë ambiente ose do thosha hapësira të pabanuara, por që i përkasin qarkut të Shkodrës, në mos gaboj. Komplet xhirimet janë bërë në qarkun Shkodër, siç është Ura Shtrajt, Breka, zona, si thush, Gruemir, etj. Kena xhiru edhe brenda qytetit Shkodrës, si thush, Shirok, etj. Kështu që këta vende ishin pa banume kryesisht, sidomos këta vende që janë në Shtojt Vjetër, Malore ose te Ura Shtrajt. Ishin vendet pa banume, mirë po funksionin shumë mirë si një set i filmit, që ne e gjetëm të gatshme. Se zakonisht në një vend tuaj ata kishin ndërtu i vend pa banum, kurse unë kam komplet gati setin. Edhe kjo animon shumë produksionin, animon edhe që ne me ul komplet kostet e filmit. Ndërkohë, patjetër është edhe një publikim i natyrës, i vendeve të bukura, nuk e di, unë nuk e kam parë vetëm trailerin e filmit, po t'i referohem. Po, realisht është shumë vend piktoresk, edhe dosha me tregu edhe Shqipnin sa bukur është me këto mendje që dojnë me ik. Edhe kjo më bani përshtypje më shumë, sepse me fillu qysh vitet e hershme, thjesht po ne e tokën edhe diçka ka me dal, më e keqja. Kështu që kjo tokë nuk punohet, është një tokë shumë e bukur, shumë e pastër. Edhe kërkush se punon, thjesht njerëzit janë fizikisht, por nga ana psikologjike ata janë milje larg.
Në të vërtetë, unë që shpesh shëtis me familjen time edhe në zona për qark Shkodrës, shoh pikërisht këtë boshatisje, toka djertë, papunuara, ara, të cilat vërtet të cëmbisin pak dhe ju keni kapur vërtet një temë që jo vetëm që është aktuale, por edhe depërton drejt për drejt në shpirt. Drejt. është diçka edhe therse për kohën. Po është therse sepse i bën edhe me mendu të paktën në aspektin që me pas liri duhet me pas më shumë përgjegjësi. Përgjegjësia vjen me punë, me bate që ti ke pasion dhe ndajherë mund të gjana shumë thjeshta. Nuk ka pse me kanë me ndërtu gradacel. Për shembull Nana Tereza s'ka bë gradacela. Ka marrë lekët e pasonit e ka dhënë varfnit. Kaq ka kanë misioni i sa njëta, shumë i thjeshtë, pashka që është bë shumë i madh sepse ka kanë një gest edhe akt shumë i madh. Edhe mendoj këtë gjë duhet me pa edhe trit me gjetë një diçka që thjesht ata munden me bëjë ndryshim shoqni, po jo një mjetesë, sepse ne s'duhet me luftu për mjetesë. Edhe këtë shafon këtë që ne dona vetëm me mjetu, dona vetëm me fitu, me mjetu, por pa bën një ndryshim shoqnin ton, sepse Shqipëria ka nevojë për kulturë. Realisht, unë shoh diçka që është komplet urgjente kultura, sepse nëse do me shkatru një shtet, mos i shkatra hiç me luftë, me asgjë, vetëm shkatraja kulturën edhe ka marrë fund. Po pas pasoja afatgjat. Kjo është eksperienca juaj e parë në një film të tillë apo keni edhe eksperienca të tjera? Cila është CV-ja juaj artistike? Pyetje e mirë, ky është filmi i tretë me metrazh gjatë. Dhe kam pas 2 filma më përpara me metrazh gjatë. 5-6 filma të shkurt, normalisht, aty kam mësuar edhe profesionin, tamam me filma të shkurt, se janë pa edhe gabime ma shumë, po gabime gjithmonë vinë të reduktu. Kam studiu për efekte vizuale në Kaliforni, edhe aty kam punu në shumë filma me metrazh gjatë amerikan, ku kam bo efektet speciale, kështu që kam një lloj formimit edhe në Amerikë, edhe këtu e ushtroj, dhe me thonë, vetëm regjin, edhe për që vetëm regjin se nuk di tjetër që me bëjë, kështu që vetëm jam fokusu të regjia edhe të skenari. Ndërkohë në këtë film skenari natyrisht ka një peshë të veçantë, duke marrë që ideja është tepër goditse, aktuale, kështu që të gjitha këto bashkohen. Cili staf ju ka mbështetur? Keni patur operator të mirë? Kam pas një operator të mirë, Adi Grishaj, kam pas një regjistrues zanit, Dori Koqiu, që i punon të Rëtësheja, edhe kam pas piktor Sabjena Grushin, kam pas, si thush, asistenta produksionit, edhe realisht më kanë ndihmu shumë, edhe kanë si thush pjesë e filmit. Ndërkohë që elementë të tjerë të filmit si muzika, çfarë mund të thuhet? Muzika është bërë prej një djalit prej Hong Kongut, që i kam pas punu me të në Kaliforni, edhe i kam rrit këto lidhjet, sepse këto lidhje gjithmonë i përdorin filma, përdorit njëtin ekip. Njërisi ky film ka pas, unë kam pas efekte speciale, duke pas parasysh që më kam punu me efekte speciale, më ka ndihmu një studio në Irland që të realizoj helikopterin nuj, djegjen të arabosh që është me flak, e tjere. Se këta nuk mund t'i realizosha vetë, nuk kisha mundësi me djeg një ndërtesë në të arabosh, nërkohë që e ban në mënyrë digjitale, edhe ka dalë komplet reale, si thush. Kjo kanë bashkëpunimi shumë i mirë edhe që i ka shtu vlerën filmit, maksimalisht. Pra kjo, në këtë aspekt është një koproduksion së bashku për realizimin teknik, kuptohet. Po, si thush është një koproduksion për sa i përket realizimit teknik, sepse është filmi, si thush, i parë në Shqipëri që i përdor kapacitete të tilla efektesh, sepse ne i kena pas zakonisht praktike, por që s'kena mujt me realizuar praktike, se janë shumë vështira për shembull nuk mundisha me marrë një helikopter me rrëzun në ujë, se mund kishte kosto $5 milion. Ndërkohë që ja realizojmë në mënyrë digjitale, pashka që mund duket origjinal edhe kjo ul kosën, por rrit produksionin. Kështu që është një koproduksion tamam. Në fakt ka qenë një film i kushtueshëm. Realisht ka një kushtueshëm. Për Shqipërinë është i kushtueshëm, por për një vend huaj është minimalist komplet. Kush ju ka mbështetur në realizimin nga ana financiare? Unë kur shkruva skenarin, isha të kërkua dhe sponsor. Në fakt kam fillu me kërku sponsora, mirë po nuk kam gjetë mbështetje. Edhe sa po marrova skenarin, fund janarit, merrte një ofertë me shit filmin e parë,
E shita filmin e parë, edhe me ata financa kam bërë këtë filmin e tretë, domethënë. Një dashuri shumë e madhe për punën tuaj. Filmi i parë në çfarë ka trajtuar Filmi i parë si ka ardhur? tregu këta të rit në telefon, është një film social edhe ai. Bëhet fjalë për një vajzë të re që ik prej shtëpijet edhe fillon konflikti i prindve të shtyp pse iku, pse nuk iku, problemet e tyne. E lajm vajzën që ka ik, fillon shkapetja e prindve mëne. Ndërkohë që ky film është pëlqyer dhe Është dhënë nëpër festivale, është dhënë në kinema, është pëlqyer dhe është shit në Amerikë. Filmi i dytë është Mali i Harrum, që u dha në premier në Prishtinë festival, u dha edhe në Serbi festival, që u nominu me çmim. Po atë film e kam bërë distribucion në Amerikë. Mund të ketë ndoshta një muaj që i kam shit drejtat e Amerikës edhe shumë shpejt mund dalin për publikun atje. Pra gjithsesi ti e futur rrugës së kinematografisë, të duket diçka e bukur, është një diçka që kërkon shumë investim, ti je i gatshëm për këtë, ke forca, djalë i ri apo jo? Po, realisht nuk lollem prej kësaj punë, pashka që është profesion që don shumë energji, si thush, edhe fizike, se është punë fizike më shumë. Edhe unë duket gjë e bukur, duket gjë që nuk e di, më duket një lloj motivit se pse edhe unë, do thonë, jetoj, ma plotëson edhe ekzistencën time si person, sepse janë ëndra që unë i shoh për shembull, shoh ëndra, mund të shoh një person, mund të observoj diçka. Edhe vetëm një mënyrë mi artikulu këto ëndra është përmes filmit. Gjë e bukur. Ndërkohë që ju e keni zgjedhur Shkodrën, zonën e saj si subjekt i të gjithë realizimit. Natyrisht ju jeni shkodran, keni më tepër njohje, keni ndjesitë tuaja. Kjo është apo Përse për këtë filmit, unë fakt jam rrit në Shkodër, edhe formimin e kam marrë në Shkodër, edhe kam shetit, kam ik gjithkund, por në Shkodër nihem shumë rahat, se është veni jem, është si thush kam rajt këtu. Edhe është shumë e vështirë për i pem me i nxjerr frutet, si Shkodër, si jashtë territorit, në mendoj që frutet dalin më të mira në Shkodër. Filmi do të jetë nesër në kinema Millennium. Nesër në orën 6:30 kinema Millennium, edhe në 6 në Cineplex Tiranë, tek Tegu. Ndërkohë që do ta shëtisni këtë film në kinema të tjera në Shqipëri? Nuk ka kinema të tjera në Shqipëri, por ndoshta mund ta shëtis në për teatr, mund t'i bëjmë një projeksion. Sepse ky është problemi vetëm në Shqipëri që nuk kena shumë kinema dhe kena shumë mënyra të vogla distribucionit. Kena shumë pak kinema dhe shumë e vështirë me nxjerr kostet e filmit, për njëta dhe shohim territore të tjera ku mundena me nxjerr këto kosto. Masandaj kam filluar me festivalet e filmit, që edhe ato janë shumë të rëndësishme, sepse festivali ta jep atë okejn për distributorin që ky film vlen ose ky film nuk vlen, sepse ata e kurojnë filmin, se mund të jenë 3-4 mijë filma, por selektojnë 20. Ky kurimi e bën distributorin confident që me e ble filmin. Dy hapat e parë që kanë kënë dy filmat tuaj të parë me metrazh të gjatë, ju kanë dhënë këtë credo për të vazhduar në rrugën tuaj të filmit? Realisht nuk kam pas nevojë për shtetjen ose selektimin e festivaleve që më dhanë okejn në vazhdu karrierën e paja. Më thonë, unë kam e vazhdu me ose pa atë konfirmimin e tyne. Kjo është diçka e zbatuar, ashtu siç ju e thoni në filmin tuaj, në ato dilemat që personazhi juaj Blerimi ka, të ik, të vazhdoj, të punoj, ju më së miri në jetën tuaj e keni vërtetuar këtë, jo vetëm me dilemat, por edhe me punën që ju realizoni. Ndoshta kam fut pak edhe pjesë mia biografike të këto personazhet pa i kuptuar unë në mënyrë koshciente. Natyrisht. Kështu nuk e di, mund të jenë edhe ëndrat e mia ose mendimet e mia që mund t'i kem futur edhe në dialog. Një film gjithmonë është një stat.
Më pas, se cili mendon për të tjera hapa, ju mendoni diçka tjetër për një realizim tjetër të afërt? Mendoj për një realizim tjetër, por nuk mund të them që realizimit, se kur i tregoj planet, fillon e mika e dëshira me realizu projektin. Unë vetëm e nisi edhe e marraj, atëherë e tregoj që i kam ba filmin. Gjë shumë e bukur. Kjo është në laboratorin tuaj të krijimit një dhomë akumuluese e cila shpërthen natyrisht me produktin tuaj. Shpërthen ngjërim mandaj derisa kryen projekti. Nesër çfarë prisni nga spektatori i Shkodrës? Pritshmërit. Pres që spektatorët e Shkodrës pres me kanë pjesë e filmit, me u majt prej filmit, mos me u mërzit, mos me kjo është pritshmëria. Sa minuta është filmi? Filmi është 90 minuta. Po. Është një standard kohor për një filmetrazh gjatë. Edhe pres prej publiku shkodran besoj me mësu diçka prej filmit. Kjo është kryesorja. Që ata mësojnë diçka dhe të bajnë pyetje për ekzistencën e vet, se për çfarë jetojnë, për çfarë duhet me bën vendin tonë. Sepse ka nevojë me po e film tillë, sepse nuk shoh filma që edukojnë ose tregojnë një perspektivë tjetër. Më shumë janë filma që konsumohen shumë shpejt dhe harron shumë shpejt. Ideja është që këta mos e të marrojnë filmi, ta kenë mendjen të ekzistenca atyne, që si ta fillojnë ditën e nesërme, që mund bëjnë diçka të re që ata dalin nga rutina e përditshme. Një mesazh shumë i bukur, i cili besoj do të shkojë tek spektatori nesër në sallën e Kinema Millennium në orën 18:30 këtu në qytetin e Shkodrës. Ardit, të uroj gjithmonë mbarsi, të uroj sukses, ti je një djalë i ri dhe natyrisht hapat që ti hedh janë emocionuese, janë gjithmonë entuziast për të vijuar në rrugën tuaj të artit. Ju falenderoj shumë që ishit sot në studion Mirëmëngjes Shkodër. Ju uroj mbarsi në rrugtimin tuaj artistik, duke sjell vlera tek produktet tuaja dhe duke shpërndar mesazhe shumë pozitive sociale tek njerëzit. Ju falenderoj. Falenderoj shumë.